Nadir, faleminderit për këtë mundësi që na jep, por jam shumë i kënaqur për faktin se jemi të zënë shumë herë me punë, edhe ti gjen atë mënyrën tënde dhe na jep një informacion që fatkeqësisht sot ne nuk kemi kohë të lexojmë vetëm çfarë shohim në telefon, nuk kemi kohë as të shohim edhe televizionin. Edhe e di, shiko, vajta në bank për të firmosur diçka, sa dokumentacione që duheshin, edhe çuditërisht kisha çik problem me bërjen e firmës, sepse ne çdo gjë tashmë shkruajmë këtu në telefon, edhe sapo vjen edhe po harrojmë të shkruajmë me silolaps gjërat, do vi një kohë për shumicën e njerëzve të një farë moshe pas daljes nga shkolla do harrojnë të shkruajnë, se çdo gjë e bëjmë në telefon. Nadir, faleminderit për informacionet që na jep. Je i mrekullueshëm, unë jam në punë, ja si mund ta shohësh këtu. Edhe nganjëherë ti gjen atë kohën e duhur e na kap, surprizon për disa minuta, na më mllkuar me ato informacionet tua që janë shumë të nevojshme, janë shumë. Sepse sot problemi më i madh është se pjesa e madhe e rinisë është zhytur në një naivitet. Edhe nuk i di si të shkoj këtë brez. Nadir, të përshëndes nga Sokolakani, Tiranë.